çdo gjë, sepse edhe aty nuk kanë pas trajtim si të meritum. Kjo është shenjë se vlen ajo e Ozillit. Nëse lun mirë, je gjerman, po nëse lun keq, je turk. Prandaj, kjo është një shenjë që gjithë futbollistët tonë duhet me lujt me përfaqësu kombin që e takon Kosovës ose Shqipërinë. Kjo është shumë e saktë, sepse Gjerdan Shaqiri nuk ka pas tretman të mirë edhe pse është shumë korrekt në deklarata dhe sot kur e kanë pyet për sigur Beramin se kanë pyet me një letër e kanë lajmëruar, nuk e ka merituar një përshëndetje që ka pas mbi 100 ndeshje, domethënë nuk ka pas trajtim të duhur, prandaj unë edhe Gjerdan Shaqiri është, unë mendoj bashkë me Granit Xhakan janë futbollistë më të cilësor që ka pas Zvicra në 10 vjet të fundit, dhe ndoshta edhe 15 vjet. Por Gjerdan Shaqiri nuk ka pas tretman të duhur në saj cilësisë që ka pas atë. Po, që nuk ka full për talitor që kanë orë të Kosovë. Sakt, po unë po thëmë në konotacion tjetër e kom si ftesë lojtarëve të cilët duhet të vendosin përfaqësojnë kombin që i takojnë. Kjo është me rëndësi, sepse për ndryshe janë të parë të cilët... E ki fjallën ta zgjedhin Kosovën, apo? Ta zgjedhin Kosovën ose Shqipërinë, njësoj për mua. Nëse janë shqiptar, nëse janë të Kosovës, Kosovë, nëse janë Shqipëri. Nëse janë shqiptar, le të zgjedhin Kosovën ose Shqipërinë, cilin do, mu nuk më pengon, edhe na prej kësaj studio duhet mi ftu në këtë formë. Për neve duhet me qenë njësoj. Sepse përmende Ramën portierin. Unë po mendoj, Rama ma mirë është me shku në Shqipëri, sepse ka gjasa më të madhe me qenë portier i parë gjatë, sepse këtu kemi portier shumë të mirë, Muriqin edhe Shaipin, super portier. Prandaj pse mos me zgjedh Rama Shqipërinë? Është portier i Borusisë, është portier me perspektivë, kandidat për... Nëse shikon ashtu edhe Trit Berisha është dashur të vijë te Kosova, kur kemi pasur nevojë për portier atku. Po ishtë dash, shqo, kushtrim, nuk dëshiroj rivalitet mes Kosovës e Shqipërisë, nuk duhet me ndodh ajo. Duhet me ndodh një bashkëpunim i cili i ndihmon futbollistët shqiptar të prezentohen apo të përfaqësohen, apo të kultivohen në kampionatet evropiane, në kualifikimet, sepse të gjithë ta futbollistë që do të shkojnë, do të kualifikoheshin kushtimisht në kampionatin botror, të gjithve vlera e tyre kthehen mbi 200%. Domethënë nëse futbollist ka kushtuar 20 milion, me siguri ka më kushtuar 60 milion në një kampionat botror. Kjo është e sigurt. Dhe posa aty në pjesëve tjera, afirmimit e tjera që që përfaqësojnë shtetin. Por unë po them, na duhet kriju edhe në për studio duhet kriju asifar ambjenti, atmosferë që futbollistët tanë në këtë moment, çfarë është situata. Unë për shembull Ramën e kisha portierin e kisha sugjeruar me shku te Shqipëria sepse pak ka konkurrencë te